Të nderuar shqiptar, ju përshëndes. Të gjithë ju që ofendoni në për rrjetet sociale, ndiqeni këtë videon deri në fund. Unë të keni Çobani, nuk kam vajt me gruan të të telendisë, po jam me kadastrën, me shtetë. Lexojeni këta këtu. Urdhë, me të petë saktë. Ndiqeni pak, po bëj 10 vjetë në përgjyqje. Ja formulari numër 6. I marë. Urdhë, me thirrën e me vullë. Kam vajtur 3 seanca dhe nuk paraqiten tatë kadastrës. 91/8. Ndiqeni pak. Ku prona është ndarë 91/92. Dhe kanë reformë këta për 8 muaj. Edhe 93-shin janë ndarë a me të petë. Prandaj unë kam 3 vite në gjyq që s'paraqiten këta të kadastrës. Dhe tani, edhe shtëpit këtu të po flas, i kam me legjin kone xhaxhit. Tani, që të kesh një pronë, duhet me letra, që të quhesh shqiptar. Tani pa këto, i bie që unë nuk dal shtetas shqiptar. Dhe po pres, dhe këtë gjyqin e fundit, e të shohm qa do bëhet. Se pa këto dal shtetas i huaj. Nëse dal shtetas i huaj, do vete njërë të ambasadat. Mo më pranon në një shtet atijen, i kujt shteti do jem. Prandaj ky është korrupsioni. Këtu. Edhe kam lënë 10 milion lekë në përgjyqjet. Edhe u garantoj me ndihmën e avokates mbas ligjit. Do i marr prap te Media Klan certifikatën.